kështu punën në sipërfaqe, ajo a di si është, sikur në liqej kur lundroni me një manje të vogël. Ju tashti shini atë që është në sipërfaqe, mirë po atë që ndodhë poshtë nuk e shini, edhe ata e shojnë vetëm ata që janë që zhyten ma thellë. Kështu që edhe këtë rastin e Epsteinit duhet të parë nga ky kanvështim. Çfarë në vërtet shpërfaqe ajo? Gjithë kjo që ndodhë me Epsteinin e lidhur me gjithë që të lidhen me këtë aferë, shpërfaqen të vërtetën se prej moti në këtë botë vlen vetëm një parim. Paraja dhe pushteti. Asgjë tjetër. Tjerat janë rrëfime për fëmijë edhe për të pafuqishmit. Me tjerat ngushëllohemi ne, sepse të mëdhejt edhe të fuqishmit nuk ka ligj, nuk vlen për ata as ligj, as rregulla, as moral, as etik. Ata ta blejnë fëmijën, ata ta që përdorin fëmijën, ta dhunojnë vajzën tande edhe 14 vjeçare kur është. Edhe gjithë këta edhe i përcaktojnë standardet në botë, edhe i përcaktojnë se si do të jetojmë ne tjerët. Edhe kush janë këta? Këta dihen prej moti, me të vërtetë, s'është kjo ndonjë zbulim. Jo tashti vetëm u shpërfaq, pra pse i nevojiten ndonjënit që ka forcë. Nuk është përfaq kjo që ti na mbrojë neve, që ne të shohim një të vërtetë të themi sa mire tani do të korrigjohet. Jo, kjo do të përfundojë me ndonjë luftë tjetër që ta mbuloj se të keqen gjithmonë mund të mbulojsh, të keqen e vogël mund të mbulojsh me të keqen më të madhe. Ne tashti duhet të presim me cilën të keqe kjo do mbulohet. Sepse kësaj bote veç mund t'i ndodhte ajo që ndodhi në Gaza, për shembull, ndodhte gjenocid. Dhe po vazhdon të ndodhë, në fakt. Vazhdon, askush s'guxon, thot që ndodhi. Po përkundazi shkojnë atje, shkojnë si piktori e thot, më dridhen kambët. Edhe i dridhen ati kambët. Sa i di i kuj është, lojtari i kuj është. Edhe nëse e ban një gabim, ja shkurtojnë kambët. E ky është rregulli sot në botë. E tashti shqiptaria si qëndron në këtë relacion. Unë nuk jam njeri i konspiracioneve, i asaj që gjithmonë dikush na bën diçka. Po ka një të vërtetë. Shihni ju Kosovën, për shembull, çfarë i ndodh Kosovës? Një popull, nëse don ta shkatrosh, duhet t'ja shkatroj shtyllat që e mban atë popull. Cilat janë shtyllat që e mban popullin shqiptar, që e kanë bërë gjatë shekujve. Është adhetaria, është morali familjar, shumë i theksuar, edhe është gjuha. To po zbehen tek ne? Po shihni ju çfarë ndodh në Kosovë. Për shembull Kosovë dal nga dal në për televizionet, është e turpshme nëse e mbulon gjoksin në femra. S'është e civilizuar, domethënë. Në Kosovë... Ju e keni vretur këtë si fenomen që ndodh në shumicën për televizionet? Absolutisht, edhe unë kam thënë që paguhen mediat për këtë, paguhen, marrin shumë pare, paguhen gazetarët, po kjo s'është sekret. Thirraj në Tel Aviv, të mbush xhepin edhe t'i kthesh këtu edhe punon për atë i arsyeton gjitha që i bën. E ke fjalën për dokumentarin? Jo, ti qetë vetëm dokumentari. Se o diskutua shumë. Këtu ka edhe njerëz, këtu ka gazetar që